Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vazhdojmë inshallah me librin e Imam Bukhariut, Allahu e pas të mëshiru. Kapitullin e radhës e ka emru, thot babun yaburru walidayhi ma lam yakun ma'siyah. Thot titulli i këtij kapitulli, respektin ndaj prindit përderisa nuk kalon në gjuna, nuk kalon në mëkat. Na kena përmend më herët se padyshim edhe pse është obligim, pra respekti dhe mirësjellja ndaj prindit, kena përmend se ajo është në kufit që Allahu Azza wa Jall i ka caktuar. Edhe në këtë titull, domethënë autori na tregon se respekti ndaj prindit është përderisa nuk kalon në gjuna, përderisa nuk e kundërshton urdhrin e krijuesit. Që na jep një mesazh, domethënë me këtë titull fillimisht për autori, se çdo krijesë e ka një kufi të respektit edhe të dashurisë. I vetmi i cili meriton atë dashurinë absolute edhe respektin absolut është vetëm krijuesi, Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa jashtë kësaj krijesat, qoftë edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, pra Allah azza wa jall kur i përmend në Kur'an pejgamber, thot ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal-hukma wan-nubuwwa thumma yaqulu lin-nasi kunu ibada li min dunillah. Pra edhe pejgambert, thot Allahu, nuk ju takon atyve, edhe pse na ja u kena dhënë dijen, ja u kena dhënë shpalljen, asnjë pejgamberi nuk ka ndodhur që një pejgamber me thonë mu më ngritni më shumë se Allahu azza wa jall që më ka ngrit. Pra siç ka ndodhur me Isën alayhi salam, pa dhe në hadith e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka tërheq vërejtjen, domethënë sahabëve që mos u ngritni çysh e kanë ngrit, pra krishterët Isën alayhi salam, domethënë që edhe pejgambert e kanë një respekt me të limituar. I vetmi i cili meriton në respekt dhe madhërim absolut, pra është padyshim krijuesi Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa ajo që ja vlen pra me përmend është se shpesh herë në emër të respektit ndaj prindit, ose në emër të respektit dhe kujdesit ndaj evladit ose fëmijës, na i të i kalojmë kufit, domethënë kalojmë në qatë gjunohin që ka përmend autori domethënë në këtë titull, pra nuk na lejohet si besimtar, as nuk na takon, ose si prind, edhe pse ti e di atë vlerën, obligueshmërinë që e ka fëmia ndaj prindit për me respektu, nuk guxon pra prindi me keq përdor këtë, edhe me urdhëru ose me i thonë fëmijës së tij që me e boni vepër për hatër tem, edhe pse ajo është domethënë kundër kënaqësisë apo urdhrit të Allahut azza wa jall. Po edhe fëmia si fëmijë, ai domethënë që e ka arritur atë moshën madhore, duhet me ditë me kuptu se edhe prindi e ka një kufi. Përderisa është në kufit e Allahut azza wa jall, po dëgjojmë, respektojmë, mirë, po nëse del në mëkat, në gjuna, atëherë domethënë këtu, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluq, domethënë nuk ka respekt ndaj një krijese, ndaj një urdhnit në krijese, qoftë ai edhe prindi, nëse e kundërshton urdhrin e krijuesit Allahut azza wa jall. Ose Aliu radhiyallahu anhu thot inna ta'atu bil ma'ruf, respekti është në të mirë, domethënë ato që e don Allahu azza wa jall. Jashtë kësaj, domethënë nuk ka respekt për krijesat. Domethënë këtë duhet me pas parasysh edhe prindi, po duhet me pas parasysh edhe evladi ose fëmia e një prindi, po në emër të respektit duhet me pas parasysh edhe nana e një fëmijës, që shpesh dëgjojmë nanat tona muslimane, të cilat shpesh disa urdhra i lojnë anash shkaku fëmijës. E nim për shembull nana thonë nuk ku mujt mu fal, pse? Se fëmia, mu kujdes për fëmijën, me ushqy fëmijën. Në këtë rast, domethënë, kur vjen puna e namazit, obligimin ndaj krijuesit, nuk i jepet përparësi, domethënë fëmijës pas burrit. Edhe gruaja e cila ka obligim, respektin ndaj burrit, në këtë emër nuk lejohet me të i kalu kufit që me kënaq burrin atë që e hidhron Allahun azza wa jall, që në raste domethënë namazin ose nuk ja lejon mbulesën, ose prindi nuk ja lejon mbulesën, domethënë vajzës, në këtë rast nuk ka respekt as për prindin, as për burrin, pas për nonën. Mirë, po është respekti ndaj Allahut azza wa jall. Domethënë ky është titulli i kapitullit që ka pru autori, ndërsa hadithin që ka sjell është hadithi e Abu Dardës,
i cili thot më ka këshillu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me 9 gjona. Edhe ky zakon i pejgamberit, si shumë zakone tjera, pra që ka përmend numrin fillim 9, ose në hadithe tjera ka përmend 7, ose në hadithe tjera 4 që e morën me Aliin radhiyallahu anhu, pra është me qëllim që numri mu majt men, pra sahabët me majt men ma let edhe ma mirë. Pastaj u ka rendit domethënë këto obligime apo këshilla. Thotë Abu Darda, më ka këshillu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këshillën e parë, thot la tushrik billahi shay'a, thot mos i bën shirk Allahut azza wa jall, mos i bën shirk edhe ortak Allahut azza wa jall në besim apo në ibadet, siç është zakoni i hadithëve, po edhe i ajeteve që i kena përmendur se në rend të parë, pra është haku i Allahut azza wa jall, urdhri, respekti dhe obligimi ndaj krijuesit ton, edhe Allahu azza wa jall pra këtë urdhën edhe ndales i bashkon domethënë në shumë ajete në Kur'an. E gjen, thot wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a. Pra e para, besoj Allahun, adhuroj Allahun, njësoj Allahun, edhe mos i bën shirk Allahut azza wa jall. Një ashtu edhe në këtë rast pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pra ka thonë mos i bën shirk Allahut azza wa jall. Kjo është ai gjunohi më i madh. Gjunohin që jo vetëm gjuna, po Allahu edhe nuk e fal në ditën kur dalmi para atij. Domethënë nëse robi i shkon Allahut azza wa jall me shirk, Allahu thot inna Allaha la yaghfiru an yushraka bi. Allah nuk e fal me i bë shirk atij. Është për në ahiret. Përderisa i shkon Allahut me këtë gjuna, Allahu nuk fal, ndërsa gjunahet tjera Allahu te baraka wa taala i fal kujt don edhe sa don. Për atë edhe Allahu azza wa jall në ajete në Kur'an e përmend se inna shirka la dhulmun adhim. Me të vërtet shirki, me i bë Allahut ortak apo me besu në zot tjetër, ose beson Allahun po i ban ortak në ibadet, në adhurim edhe madhrim, thot Allahu thot inna shirka la dhulmun adhim. Me të vërtet shirki është një prej zullumeve më të mëdha që mundet me bu njeri. Gjunohin më të madh, zullumin më të madh që ja bën vetes, sa Allah nuk e dëmton, është me i bë shirk Allahut azza wa jall. Pastaj këshillën tjetër që ja dha pra Abu Darda, që përmend që ja ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është se ose para kësaj, pra kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë mos bën shirk, thot wa in qut'ta wa in hurrikt, edhe nëse të kushton kjo me shkatrim, ose nëse të coptojnë, ose nëse djegin, pra është për qëllim, edhe nëse vdes për mes me i bo shirk Allahut azza wa jall, thot mos i ban shirk Allahut azza wa jall. Te kjo është me rëndësi me përmend ato se na e dim se në fenë Allahut azza wa jall Allahu ka leju në raste të caktuara kur besimtari është në dhunë, pra është në presion dhunës, ose të kërcënimit, ose të vrasjes, Allahu me tekst kuranor ja ka leju, pra me gojë, jo me zemër, me gojë ja ka leju që ndoshta edhe me bo kufër, ndoshta edhe me fy pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ose Allahun vetëm, që me shpëtu. Këta Allahu azza wa jall ja ka leju besimtarit. Këtë na sqaron edhe rasti me Ammar bin Yasir, i cili o konë fëmia i 2 prindërve të parë shahid që kanë ra, domethënë në Islam. Pasi që i kanë vra prind të këtij mushrikt, kanë dash domethënë me kërcënu edhe këtë. Ka thonë ti, çka thu për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Thot, domethënë i ka thonë disa fjalë të ulta apo fyse për pejgamberin Allahut azza wa jall, që nëse i thu jashtë kërcënimit, ajo të nxjerr prej fesë. Mirë po, ky i thot, edhe shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mërzitshëm. Thot ja Rasulullah, kum thon çështu për ty. Thot zemrën çysh e ki pas? Thot zemra ka domethënë me iman, padyshim. Thot nëse prap të ndodh, pra me të kërcënu në atë formë, thot edhe ti përsërite që ato që i ke thonë. Domethënë ja ka leju në kësi raste të caktume, që edhe me thonë fjalë që nuk e kënaqin Allahun apo pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Që i bje tash hadithi, thot mos i bën shirk Allahut edhe nëse të coptohesh, edhe nëse vdes, edhe nëse shkatrohesh, domethënë mos i bën shirk Allahut. Tash është një farë sikur kundërshtimi në atë pamjen e parë. Mirë po, ulemat e kanë thonë se është për qëllim, pejgamberi sallallahu i ka 2 kuptime, domethënë këtë rast kjo ditë. Ose është për me këshillu që më e mira është me qëndru. Na e dim shumë mirë se ka pas pi sahabëv që janë maltretu, janë kërcënu, mirë po kanë qëndru. Kjo është më e mira.
jo se është obligative, mirë po është më e mira, më e larta dhe më e devotshmja, ose është për qëllim se pejgamberi sa ka thonë çdo që ndodh në zemrën tone nuk guxon me bëj shirk. Në zemrën tone asnjëherë, domethënë mos i bën shirk Allahut Azza wa Jall. Këshillën e dytë që ja dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta wala tatruk as-salat, edhe mos e lë namazin me qëllim. Se thot ai i cili e lën namazin fars obligativ me qëllim pa ndonjë arsye sheriatike ose të shëndosh, thot ky prej këtij është, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, faqad bari'at minhu dhimma, është largëru prej tij mbrojtja ose garanca e muslimanëve, garanca e islamit. Ose në një rivajet tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot faqad kafar, thot ky ka bu kufër, ka dal prej feje. Tash nuk po hinat polemikën, siç e dini se është polemika, tash se pejgamberi sallallahu i ka thonë lanjes së namazit kufër, dalje prej fesë, të nuk ka dyshim, se hadithet janë të vërteta, janë të sakta. Do më thonë se e ka qujt lanjen e namazit kufër, dalje prej fesë. Mirë po, jo çdo kufër të nxjerr prej feje. Edhe polemika është, do më thonë, e madhe edhe njoftur të muslimanët, pa ajo që e dim është se një pjesë e madhe e ulemave, sahabëve për edhe dietarëve është se thonë që nuk del prej feje ai i cili e lën namazin me qëllim. Mirë po, është edhe një pjesë tjetër, do më thonë që i kanë argumentet se ky del prej feje nëse e lën namazin me qëllim, pa arsye. Mirë po, ajo që janë të pajtuar krejt musliman, krejt ulemat, krejt dietar, krejt sahabët, se nuk ka dyshim. Ashtu si që përmend edhe Ibn Kaimi, thot gjunohu më i madh pas shirkit që përmendëm që është gjunohu më i madh, pra i dyti vjen lënia e namazit, do më thonë pa arsye. Kjo tu nuk e diskuton asni besimtar. Pastaj këshillën e tretë që ja dha, i tha Abu Dardës, wala tashrabil khamr, edhe mos e pi alkoholin, fa innahu miftahu kulli sharr, është çelësi i çdo të keqe, i çdo sherri. Pra nona e çdo sherri është alkoholi. Uthmani radiallahu anhu na bën një shembull, thot se çish mundet më kanë nona e sherrëve, domethënë ose çelësi i sherrëve alkoholi. Thot e bën një shembull sikur thot një i ri e thirr thot një vajzë e re. Kinse me dëshmu për diçka, domethënë për drejtësi, edhe e merr thot të shtëpia, edhe jam shel derën. Edhe i thot i ki 3 opsione, thot, ose me buzina, me mu, ose me pi alkohol, ose me vra thot një fëmijë. Thot që të 3 opsione thot i ki. Thot nuk të kumë thirë thot për dëshmi. Edhe vazhdo thot, ky thot normal, me buzina është për gjunave të mdoja. Me vra dikan pa hak, edhe kjo është për gjunave të mdoja. Thot atëherë për e marrë thot alkoholin, për mduke thot ma e letë. Ma e letë. E merë thot alkoholin edhe dehet. Thot të e pi alkoholin dehet, e ban edhe zinan, e pastaj thot e vron edhe atriun, që kjo është do më thonë sherri, nona e sherrit, çelësi i sherrëve, do më thonë alkoholi, edhe thot pastaj, thot alkoholi edhe imani, thot me një vend nuk ka mundësi me vazhdu. Pra herë do kur do, ose del imani, ose del thot alkoholi, që kjo është do më thonë rreziku i konsumimit të alkoholit. Këshillën tjetër që ja dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra Abu Dardës, tha wa ati walidik, do më thonë këtë hadith e ka pru për qëtë pjesë autorin që është respektoj, do më thonë të tema jonë që është respektin ndaj prindërve. Do më thonë këta tema që janë jashta respektin ndaj prindërve që i përfshin hadithet në përgjithësi, normal vetëm i kalojmë me një koment sa ma të shkurt, se ndoshta ndonjë temë lim ligjërat veti, mirë po, nga ajo që është do më thonë pak si shkurt koment, vetëm sa për mësmi të i kalu hadithet do më thonë shumë thot. E tash këtë hadith e ka pru për qëta do më thonë kjo autori, wa ate walidik, respektoj, pro këshilla e pejgamberit sa se më Abu Dardës thot, respektoj prindët tu. Edhe nëse thot prindi të urdhënon me nxjerr diçka prej pasurisë tone, prej asaj që të ka dhënë Allahu, thot jep ju. Këtë përforcon hadithi tjetër ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot ente wa maluka li abik. Ti, pra si fëmijë,
edhe pasuria jote, thot, je i prindit tanë, je pronë e prindit tanë, pra prindi ka drejt me marë, ka drejt edhe hak të ti në respekt, edhe ka drejt edhe hak në pasurin tonë, ti nuk guxon me andalu. Mirë po, ulemat e kanë kushtëzu që të hadith, në më dhonë duke i këshyre edhe hadithet tjera, edhe argumentet tjera e kanë kushtëzu për deri sa nuk dëmton. Se nuk mund të është prindi, e merë këtë hadith, thot ti e thot jemi, edhe pasuria e thot është e jemja, atëherë thot unë e bëj çka du. Dhe më thonë kjo nuk i takon prindit. Mirë po, kjo është me e kushtëzume që mës me i bo dam fëmijës, mës me i bo dam në pasuri, po mës me i bo në dam edhe në atë obligimet që i kanë ndaj familjes së vetë. Për shembull, një rast që ka trek Ibn Muflih në librin e tij, thot erdhët një person, thot Imam Ahmedi, edhe i tha baba jem, pra kujna të respekti, thot baba jem, thot më ka urdhnu që une me bu divorc, tash grujen teme. Thot ata respektoj, apo jo? Imam Ahmedi thot jo. Thot jo, në këtë rast jo, dhe më thonë respekti është në të mirë, jo në dam tonin, jo në damin e fëmijës, jo në damin e familjes të fëmijës. E thot, mirë po thot, unë e kumë dëgju, thot se Omeri e ka urdhnu fëmijën e vetë, me bo talak, me bo divorc, dhe më thonë grujën, djali vetë, edhe thot, e ka respektu, e ka ngu. Imam Ahmedi thot, kur të bohët, thot, baba jetë si Omeri, thot, që atëherë të banë talak. Dhe më thonë, qëtë rast, po. Amo jashtë taksoj, se përshek se Omeri nuk i ka urdhnu për këtë. Po kur të mosh të të si Omeri që atëherë thot, mund është me respektu babën tanë në këtë rast mirës, po jashtë taksoj. Dhe me thonë, për dili sa është urdhni i prindit, në damin e fëmijës, në damin e familjes, apo në damin e pasurisë të ti, atëherë në këtë rast, dhe me thonë, nuk i ka obligim me ju përgjigj, dhe me thonë, fëmija prindit. Këshillin e radhës që ja ka dhënë domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abu Dardës tha wala tunazi'anna wulat al-amr wa in ra'aita annaka ant. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë rast ja dha një këshill që kjo është një parim për neve besimtarëve dhe një rregull që edhe në librat e besimit mësohet kjo rregull, se tha mos i kundërshto udhëhecat kryetarët e muslimanëve, mos dil kundra, mos dil me bo fesat, mos dil me formuat grupën tane, edhe tha pejgamberi s.a.s. edhe nëse e sheh veten se ti je ai që je, domethënë edhe nëse e sheh se je ti në hak, edhe nëse e sheh se ti je ma i ditur se ai, ma kompetent për pozitën, për udhëhecin, edhe në këtë rast, për derisa ka udhëhec, ka kryetar, nuk të lejohet ty me i dal kundër, me bo fesat. Pse? Se fesadi që vjen mas kësaj kryengritjes tane është më i madh. Edhe nëse thot, pra është parim, këtë Imam Nevaviu pra komenton këto hadithet apo temën, kur folmi për muslimant edhe udhëhecia e muslimanve, kryetari i muslimanve, po foli prej te khalifja, ai më i madhi, edhe deri te ai kryetari i një shteti, qyteti, po deri edhe te ai kryetari më i vogël i një instituti apo i një xhamie. Por derisa është thot kryetari ekziston, edhe është konform urdhnave të Allahut Azza wa Jall, edhe nëse ka ndaj gabim, pra ka gabim, edhe pa dyshim që i ka me gabuaj, po edhe nëse thot hindër hak ndajherë, po edhe nëse ka ndaj gjuna, dhe më thonë ajo është kryetar, nuk të lejohet ty me dal në kryengritje. Po, duhet me këshillu, është e vërtet, por derisa e ka një gabim, e këshillon, mirë po jo ti me bo grupën edhe me i dal kundër, për me rëdzu ata, se fesadi që vjen mas kësaj është shumë më i madhë sa i sinimi jatë. Edhe këtë, jo rasisht e ka përmen pejgamberi s.a.s. edhe nëse e sheh se ti je ai që je, do më thonë se zakonisht ajo kryengritja, kundërshtimi vjen se ty duket vetja më i mirë, ty duket vetja se ti di më mirë, po edhe në këtë rast pejgamberi s.a.s. nuk na e ka leju që na me prish renin qysh është domethënë me atë kryetarin aktual të muslimanëve. Ndërsa normal e kanë përmendur ulemat se nëse atëherë kryetari Zot na ruaj domethënë ban ndonjë vepër që e nxjerrat prej fesë, atëherë këtu s'ka as besë, po as respekt dhe nënshtrim ndaj këtij. Këshillën tjetër që ja dha pejgamberi s.a.s. u Bedardës tha dhe mos hik
wala tafirra, edhe mos hik nga fronti, përballimi me armikun, edhe nëse e sheh veten se dush me e fliju, me vdek. Edhe nëse i sheh thot shokët e tu duke hik, do me thonë pejgamberi sallallahu mos hik. Është prej gjunaheve më të mëdha me ia kthy shpinën armikut në front. Përveç në dy raste. Këto edhe Allah azza wa jalla domethënë në Kur'an e ka bëu këtë përjashtim. Në surën Al-Anfal tha illa mutaharrifan liqital. Përveç nëse është kthimi apo kthimi i shpinës për shkak se ti do me ndru strategjin ose me ndru mënyrën po mu kthy apet, në këtë rast lejohet. Ose e dyta, lejohet nëse u mutahayyizan ila fi'ah, nëse do me shku te një grup i muslimanëve se ti e vet, tash dush me shku mu bashku me ato me mbrojt veten. Domthon këto dy raste po ndryshe, atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nëse ja kthen shpinën, kjo është domethënë prej gjunaheve të mëdha, mëkateve të mëdha. Edhe tha pastaj këshilla tjetër tha wa anfiq min tawlik, edhe jep prej asaj që të ka dhënë Allahu azza wa jall familjes tone, gruajës tone edhe fëmijëve tu. Këshillën tjetër edhe e fundit që ja dha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha wala tarfa asaka ala ahlik wa akhifhum fillah. Edhe tha mos e ngrit shkopin mbi familjen tonë. Është për qëllim kur jemi te edukimi, pra mi eduku familjen. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha mos e ngrit ta shkopin. Mirë po tha wa akhifhum fillah. Friksoj me Allahun azza wa jall. Pra pika e parë tregon se nuk është një edukator dhe menaxhues i mirë ai i cili e ngren shkopin mbi familjen e tij. Mirë po, na dha këshillën tha wa akhifhum fillah. Mirë po këshilloj me frikë ndaj Allahut azza wa jall. Po edhe kur ti këshilloj me frikë, nuk është për qëllim me ja bë fëmijës frikën ndaj Allahut azza wa jall që ai më u trishtu prej asaj. Mirë po është për qëllim me ja eduku, me ja mbjell atë frikën me frikë me respekt, frikë me madhërim, frikë me dashuri. Këto do më thonë që kjo frikë me ja eduku, me ja mbjell fëmijës tanë. Dhe jo me ja mbjell atë frikën veç pi policit ose frikën prej babës se vjen të shtëpia. Mirë po, mbjella edukatën, frikën, respektin edhe dashnin për Allahun azza wa jall. Kjo ka me mjaftu pastaj për krejt gjona. Edhe dy hadithet e fundit që i ka pru pra në këtë kapitull, e që njonin për atyri dhe më thonë vetë se e kena ledzu ma herët, mirë po, imami autori ka nari përsërit hadithet me qëllime të ndryshme, dhe më thonë me qëllim, me kaste përsërit hadithin se e qënë një mesazh për mesasaj. Hadithin që e ka pru është që e kena përmir ma herët se o konë një person që ka shku të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam edhe i ka lip që me bo hijret me pejgamberin Allahut. Mirë po pejgamberi Allahut tha që shike lanë tha print, tha i kum lanë tha tukajt. Tha atëherë tha shko këtheju edhe bani me kish, disponoj që shi ki bo me kajt. Do thonë s'ja ka pranun këtë rast hijretin. E dyta është hadithi ku ja ka përmen rasti tjetër personi që ka dash me dalë luft me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, do më thonë tamam luft. Tha pejgamberi Allahut, a i ki gjallë print? Ka thonë po, ka thonë fe fihi ma gjahid. Me print e tu lufta, do më thonë për ato lufta. Mesazhet që i përcjell imami, autori, do më thonë Allah pas më shiru me këtë dy hadithe, e para është se një lloj lufte është respekti dhe kujdesi për prindin. E para se nuk është një ditë, nuk është veç me një fest, nuk është as një vjet, mirë po është përderi sa i ki gjallë, edhe e lip do më thonë një mund, një kujdes. Kjo është do më thonë mesazhi i pasë, është një lloj obligimi, është një lloj kategori lufte kur ti kujdesesh për prindët tu. E dyta që e përçon mesazhin përmes këtyre dy haditheve është se edhe kujdesi, edukata, mirësjellja për prind është ibadet. Që ky njet duhet me na shoqëru neve gjatë këtij obligimi. Domethënë është ibadet. Se shpesh i nin, për shembull, e nin dikush prej rinis që kur ka ndonjë ibadet, për shembull i marr me taravit. Taravit janë namaz vullnetar, edhe e dim do më thonë vlerën e taravive. Mirë po ti në këtë rast e ki për shembull prindin, ka nevoj për ty, për kujdesin tanë. Edhe tash dikush menon se tu kujdes për prindin sikur e le veten mangët, se dhe me këqone sëm po fali na file, unë sëm po lexoj Kur'an, mirë po haron se kjo është duke e kry një obligim shumë më të madh.
se kujdesi ndaj prindit është obligim, ndërsa taravit i ki nafile, obligimi ka përparësi, bilet e kry një ibadet edhe më të madh. Në këtë rast edhe nona si non, se shpesh i njim, domethënë nona të në kohën, unë s'po kam vakt mu falë, unë s'po kam vakt me shku në xhami, unë s'po kam vakt këtë. Mirë po ajo nuk e di se ti je duke eduku një brez, domethënë fëmijë, je duke eduku në frymën e fetare, në frymën që e kënaq Allahun Azza wa Jall, edhe ibadeti që kalon të tjerët, pra të fëmija ose të musliman, është shumë më i madh se një ibadet që ti fal 2 recate mirë për i fal, veç për vetë. Kjo është rregull në fenë Allahut Azza wa Jall. Pra, këto domethënë ishin disa hadithe që i ka pru autori rreth këtij kapitulli. Allahu ju shpërbleft për sabrin deri në ligjëratën e ardhshme. Aqulu qawli hadha walhamdulillahi rabbil alamin.